të situatës të rënd, shumë të rënd, të jashtëzakonshme politike dhe vendosi që ta trajtoj me masa të jashtëzakonshme. Si që shifni, Edi Rama doli cullak para shqiptarve shumë më keq dhe më i zi se në plazhet e botës. 50 milion euro i ka plaçkitur shqiptarve dhe kërkon t'ja faturoj që të gjitha lubi ballukut. Nuk ka shqiptar që mund të pranoj një mashtrim të tillë. Lubia, pa asnjë diskutim, ka duart e zeza në këtë aferë dhe në 10 afera të tjera. Por nëse ka një njeri që është kopje karboni, Edi Ramës në vjedhje është ajo. Ata kanë vjedhë së bashku. S'ka forcë në botë që do të ndaloj shkërmoqjen përfillimtare të narkoshtetit. Dhe më duhet të ftoj demokratë dhe mbar qytetarë të opozitar se është në dorën e tyre fati i këtij regjimi që unë ndje keq të citoj veten, por e quajta vite më parë kakistokraci, duke marrë hua nga greqishtja e vjetër këtë fjalë dhe që do thot më i keqi i të këqive. Vendimet e kryesisë?